Kjo është një yll I vogël në akrobaci. Unë kam një dashuri të madhe për gocat e voglat, bukuroshe të talentuara. Na mbushin shpirtërisht të gjithë talentet e vegjël që vijnë dhe ngjiten në këtë skenë. Por, ky është momenti I saj. Me sytë që I ndriqojnë dhe me shkattësinë e një akrobate vjen për ne sonte në këtë gjysmë finale Esper Kalemaj. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Esper, pse zgjodhe ta bësh me sy mbyllur? Sepse është më e vështirë? Jo, unë zgjodha ta bëj me sy mbyllur në kuptimin që zemra rre dhe aty ku s'ka drejt. Më pëlqeve shumë. Më pëlqeve se I koordinove lëvizjet me tekstin. Më pëlqeu gjithçka posaçërisht fakti që e kishe sytë e mbyllur dhe kjo ta vështirësonte akoma. Dhe të them, je super yll. Faleminderit. Ester, sa vjeç je ti? Unë jam 8. Më pëlqeve shumë, je veshur shumë bukur, me këtë një këmbë të zezë, një këmbë të zbuluar, një krah të zbuluar, një krah të mbuluar për të krijuar pak atë dualizmin, le të themi, no? Ose edhe luftën midis të mirës dhe të keqes. Por ti je një angjëll në këtë skenë, një angjëll I bukur, I talentuar, që vallëzove në mënyrë të mrekullueshme mbi notat e këngës Toxic, që është një nga këngët e mia të preferuara të Britney Spears. Faleminderit. Bravo, zemre e vogël. Ti e nise, I ktheve përgjigje Adelinës në mënyrën më të mirë të mundshme, botën e perceptojmë në bazë të shqisave, por nga ana tjetër e perceptojmë edhe e ndjejmë në bazë të frekuencave. Me sy mbyllur, me vesh mbyllur, ajo që ti solle në skenë, unë ndje dhe erdhi. Bravo, Ester. Faleminderit. Zgjedhja është interesante dhe përgjigja ishte e befasishme. Zemra re dhe atje ku është errësirë, ku nuk duket. Dhe ti solle kaq dritë me këtë prezantim tënd. Bravo. Faleminderit. Pacim.